أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhëshëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelali, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selam e qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Akoma jemi në rrëfimet kuranore, konkretisht në rrëfimet kuranore mbi Salihun a.s. dhe ballafaqimin e tij me popullin e tij Themud në prizmën e ajeteve kuranore të surës El-Kamer. Në mësimin e kalum i përmendëm disa mësime dhe porosi që dalin nga këto ajete, që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë aty që e lam në mësimin e kalum, të përmendim disa mësime që i kanë nxjerrë ulemat e tefsirit prej ajeteve të përmendura në surën Kamer në lidhje me Salihun a.s. dhe ballafaqimin e tij me popullin e tij Themud. Kur tha populli i tij, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dhalalin wa su'ur, atë ndjekim një njeri nga mesi jon, atëre ne do jemi të lajthitur dhe i do jemi të shmendur. Kjo deklarat e tyre, kjo dëshmi e tyre, të regon jo vetëm lajthitjen edhe vuajtjen e tyre, sepse të regon edhe mendjelecin e tyre, sepse ata në moment që refuzuan të ndjekin një njeri si pejgamber Zotit, në të njëjtën kohë ata adhuronin gur edhe dru. E të adhurosh gur, dru apo gjin veç Allahut është më ulë se të besosh se njëri ka mundësi me qenë i dërguar i Zotit. Mirë po sikur se kemi përmendur edhe në mësimet e kaluara. Kur njeriu e refuzon të vërtetën, monoteizmin, besimin në Allahun një, atëherë e humb edhe rezonimin e shëndosh, logjikimin e sakt, edhe krahasimet i bën pa vend. Dhe për këtë shkak na themi atë që Allahu i madhërisëm e ka konstatuar në Kur'an, se njeriu në momentin që e kundërshton besimin në Allahun një, që është qëllimi i krijimit të qiejve dhe tokës, dhe qëllimi i krijimit të xhenetit dhe xhehenemit, dhe qëllimit të krijimit të peshorës, dhe regjistrimit të veprave të njerëzve, kështu me radhë, ata njerëz do vjen momenti që vetë për veten e tyre do të dëshmojnë se logjikimi i tyre s'ka qenë i shëndosh. Edhe tregon Allahu Dhul Xhelal në surën Mulk se kur do të hudhen jo besimtarë në xhenem, ata do thojnë law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sikur të kishim dëgjuar me vëmendje porositë e Zotit, veshi jon kishte qenë i shëndosh, i hapur dhe i vëmendshëm. Apo sikur të kishim logjikuar, atë na nuk do të ishim banor të xhehenemit. Andaj dëgjimi i porosive të Zotit me vëmendje dhe me përkushtim, se jo vetëm të jenë llafin vesh edhe del ka veshje, sepse ju e dini, se cili për neve e din, momenti kur është më një mexhlis, është aty i pranishëm, sikur se ju që një tash në xhami, ama mendja e tij është dikun tjetër. Te puna e tij, te shtëpia e tij, te sporti, te qefet e ndryshme. Ai rin 30 minuta, 40 minuta, 50 minuta ndëgjon tingëllimin e zërit. Mirë, por kur del te dera i thotë çka tha be?
zin asnjë fjalë më të për. Pse? Se s'ka vëmendje aty. Andaj law kunna nasma'u e ka qëllimin dëgjim me vëmendje. Jo vetëm dëgjim si përfaqësor. Au nakilu apo të logjikonim shëndosh nuk do ishin banor të xhenemit. Andaj logjika e shëndosh e çon njeriu te besimi në Zotin një. Pse kjo? Për shkak se besimi, për shkak se natyra e pastër në të cilën është krijuar njeriu, që quhet fitra, edhe logjika e shëndosh me të cilën e ka pajis Allahu i Madhërisëm, secili njeri e çon në konstatimin, në konkluzën se Allahu është një dhe i vetmi meriton të besohet. Do natyra e pastër. Ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrati. Çdo fëmijë lind natyrën e pastër, fa abawahu, pastaj prindërit e bëjnë hebrej ose e bëjnë krishter ose e bëjnë idhujtar. Andaj natyra e pastër në të cilën e ka krijuar Allahu njeriu, dhe logjika e shëndosh me të cilën e ka pajisë Allahu njeriu, e bin konstatim të besojnë Allahun një. Tani, kur njerëzit i lën pas dore mësimet e Zotit, nuk logjikojnë shëndosh, e lën pas dore edhe fitratin që ne ka krijuar Allahu xhall, dhe ndikohen nga besimi dominant në vendin e tij, i cili është idhujtar ose është i lajthitur, atëherë ai njeri do thot edhe logjika e tij ka më ju prish, edhe fitrati ka më ju prish, edhe kundërshtimi i tij ka më qenë i pranishëm. Andaj këta njerëz që e kundërshtuan Salihun alayhis salam si pejgamber Zotit, thanë se ti je njeri, nuk je melaçe, të njëjtit ishin që adhuroshin gurë dhe dru. E madhuru gurë dhe dru që nuk lëviz, nuk bandam as dobi. Është gjë më e ulë se sa të besosh se një njeri ka mundësi me qenë pejgamber i Zotit. Mirë po, si në atë kohë, si në kohën e Ibrahimit alayhis salam, si në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si në kohën tonë, kufri nuk ka logjik të shëndosh. Megjithse ata mundohen zakonisht me promovu aq bukur kufrin, sa që një njeri i rëndomt, i pashkolluar, i paarsimuar, i palezuar, të mendon se me të vërtet ata kanë shumë fakte dhe argumente. Megjithse edhe sot në vazhdimisht shohim se si shkencëtarët e vërtet. A shkencëtari i vërtet është ai shkencëtar për të cilën argumenti është ai që gjykon mbi të. Jo paragjykimi i tij, jo vendimi i tij, jo hipoteza e tij. Normalisht ai niset në studimet e tija shkencore me do të para dispozita, para përcaktime, dhe pastaj insiston që në rrugën e tij shkencore argumenti të merr vendimin tek ai për të vërtetën shkencore. E për njeriu e vërtet, shkencorin e vërtet, argumenti është gjë më e madhe dhe më e rëndësishme në jetën e tij. Dhe andaj shumë shkencëtar të vërtet, kur merren me shkencë dhe pastaj provokohen me islamin dhe fillojnë me lexu për islamin, ata vinë konstatim se islami është fe e vërtet. Edhe shumë njerëzit, domethënë figura publike, megjithëse kanë përballë tyre famën, kanë pasurinë, kanë pushtetin, në momentin që ballafaqohen me të vërtetat e fesë islame, ata e pranojnë islamin dhe e publikojnë pranimin e islamit dhe janë gatshëm të ballafaqohen me sfidat e jetës që vasjell pranimi i islamit. Pse kjo? Sepse fuqia argumentimi që ka islami është aq e madhe sa që nuk e lejon njeriu e tillë me ndet indiferent edhe me fsheh islamin e tij. Përkundazi ka guximin ai me e dëshmu islamin e tij dhe me tregu se kjo është rruga e shpëtimit dhe atë që e kam bëon, bëjeni edhe ju tjerët pas meje. Dhe për këtë shkak, na themi dhe thot edhe sot, bota e kufrit mundohet me zbukuru kufrin, me lloj-lloj etiketimesh, me lloj-lloj punimesh, me lloj-lloj shkollash, me lloj-lloj akademish, me lloj-lloj mediash, mirë po në fund, del domethënë një bisedë e thjesht e rëndomt në rrugë të një qytetit perëndimor, një intelektual jo musliman takohet me një thirrës të thjesht musliman dhe pranon islamin. Dhe këtë ajo aparaturë e madhe shtetënore që
mundohet me tregu kufrin si të vërtetë dhe islamin si rrezik për njerëzimin, me dështu. Andaj krejt luftën e fundit që bëhet kundër islamit në 3 dekadët e fundit, anë e mban botës, duke përdor çdo gabim të muslimanëve dhe çdo veprim që se kanë bërë muslimanët, duke adresu islamit për me nal për hapjen e islamit tek jo muslimanët, ata jo që se kanë nal, po përkundazi janë bë ato raste provokim që shtohet numri atyre që pranojnë islamin, dhe prej konstatimeve të mirë njohura është që islami është fe me zgjerimin më të madh në botë. Edhe kështu ka me qenë kjo punë, jo pse varet prej neve hoxhallarëve davetxhive, jo pse varet prej neve umetit islam, po thjesht kjo pse është feja Allahu subhanahu wa taala, dhe se Allah i madhëshëm e ka garantuar këtë fe, dhe është ai i cili i jep shtrirje, i jep zgjerim, edhe i jep shtim umetit islam deri sot, elhamdulillah. Gjithashtu, prej meseleve që dalin, domethënë, nga këto ajete kuranore, është edhe kjo mesele që përmendën ulemat e tefsirit, e ulki adh-dhikru alehim min bejnina bel huwa kadhabun ashir. Do thotë, si ka mundësi që ati t'i zbret për kujtimi në mesin tonë, domethënë bashat e zgjodhi, pse bashat kur ka më të mirë se ai, bel huwa kadhabun ashir, pasi që ai është gënjeshtar dhe është lakmiqar. Njëjtë tu të shesh domethënë krahasimi i mangët që e bëjnë idhujtarët në vlerësimin e njerëzve. Se mangësi, vlerësim është pozita materiale, fama, do thot fuqia e tij fizike, pamja e tij e jashtme, domethënë fillojnë me e vlerësu njeriu nga anë materiale. Nuk e vlerëson porosin që ka brenda, brengën që ka dhe vlerat morale që ai i promovon dhe i zbaton. Edhe na si musliman, elhamdulillah, islami neve na ka bërë tërbije që na të mos mashtrohemi mas pamjes edhe dukjes së njerëzve. Mos mashtrohemi mas pozitës sociale ekonomike që kanë njerëzit. Por të na kriteri i vlerësimit të secilit prej nesh janë 2 komponente bazë. E para është zemra e bardhë, që na nuk e dim kush e ka zemrën e bardhë. Mirë po, zemra e shëndosh, zemra e bardhë është komponenti i bazë të cilën e shoqërojnë veprat e mira. Apo, me thonë ndryshe, kjo zemër e shëndosh dhe zemra e bardhë i prodhon veprat e mira në jetën tonë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allahu nuk shikon pamjen tuaj, as trupin tuaj, por Allahu shikon zemrat tuaja dhe shikon veprat e juaja. Andaj edhe na si musliman gjykojmë njeriu për nga zemra e tij që ka dhe për nga veprat e tija që i bën. Normalisht edhe njerëz them, na nuk e dim se çka ka njerëzit në zemër, ama sjelljen e ngrohtë, edukatën e mirëfillt, respektin e treguar, modestin e dëshmuar, bamirësin, këto janë gjëra që na i shohim efektet e tyre. Janë manifestimi i asaj që njeriu e ka në zemrën e tij. Dhe kur njeriu e ka zemrën e bardhë, zemrën e mirë, zemrën e shëndosh, ajo shifet në fjalët e tija, shifet në lëvizjet e tija, shifet në sjelljet e tija, shifet në veprimet e tija, dhe shifet në diçka që është më e madhe se këtë jo. Ajo është shifet në qëllimet e tija. Qëllimet, objektivat, janë gjëja më madhështore që e nxjerr shesh vlerën tonë. Ku do me mri? Ku do me arrit? Cili është qëllimi jot në jetë? Kjo është manifestimi më i saktë edhe më i madh i asaj që kena mrena nesh. Sepse ti mundesh munis në rrugën e diturisë. Mirë po me qenë qëllimi jot jo shërbimi i islamit për marrje e famës. Edhe ky qëllim që është brenda vetes tonde, dal nga del në shesh. Edhe shifet se ti kretë këtë që e bën nga lakmia për famë. Jo nga gatishmëria jote për
shërby Islamin. Edhe ti gjykohesh nesër nga ky objektiv që ja ke caktuar vetes dhe për cilin ti punon. Se kur njeriu është i sinqert në kauzën e Islamit, atëherë bëhet si Imam Shafiu rahimahullahu taala, i cili ka thonë: kam dëshirë krejt të fjalit mia që i tham, këtë dituri që e përhapi, ta marrin njerëzit prej meje dhe për asgjë që kam mësuar prej meje të mos thojnë e kam marrë për Imam Shafiut. Kjo është maksimumi i sinqeritetit. Do të thosh më rëndësi, njerëzit e din kush e ka thonë një fjalë të urtë, një fjalë të ditur, një fjalë të mençur, një fjalë të saktë. S'është më si njerëzit e din kush e ka thonë i pari, pse ju e dini tash në rrjetet sociale, copy paste punon shumë. Një xhamatli i thjesht e lexon një fjalë të një hoxhës dikun, e merr edhe ja fshin emrin e çet si fjalë të vetën. Edhe na shohim tash njerëz shumë të thjesht, shumë të rëndomt, e dimi që s'kan shumë të lezuar, postojnë fjali shumë të mençme, shumë thella. E themi subhanallah, kur u bë ky njeri aq i ditshëm që me nxjerr as i porosit të mëdha, nuk shkon shumë kur ti pastaj lexon se atë fjali e ka thonë filan alimi, filan imami. Edhe e njëjta fjali është e përhapur në rrjetet sociale për 500 vetave e thonën. E tash ti kush e ka thonë për ne? Këtë kjo që ndodh nuk ja hup sevapin atij që i pari e ka thonë. Pse? Se të Allahu këtë dije. Edhe andaj Imam Shafiu rahimahullah thot, kam dëshirë që këtë kjo diturit merret prej meje dhe asgjë prej saj të mos thuhet se ka thonë Imam Shafiu. Pse Allahu e din. Te Allahu shkruhet si e din ai, jo si e punojmë na. E njeriu në mos secili prej neve e vëren fillimin e vet kur e vuan kompleksin e dëshmisë se din diçka, çdo fjalë që e shkruan edhe e lexon edhe e poston edhe e përkthen, ka qeft janë gjithse emrin e vet. Derisa fillon me bo xhihad me nefsin e tij, atëherë fillon me hek emrin e tij prej postime dhe fjalive, mundohet me lënë pa emën pa mbemën, se fundit te Allahu nuk fshehet asgjë. Edhe kjo është shumë më e madhe se e para, se kur të mbledhet sevapi te Allahu, të gëzon ditën që ti mas paku pret. A kur ti këtë punën e bën me njetë që të bosh i famshëm edhe merr famën, kjo është momenti më i vështirë, se në momentin kur shkon te Allahu e mendon se kimi gjetë ato, e gjen thesin shpras, sepse famën, lavdin që ke marrë në dunjë, tu ka shpërblye, e ke me te Allahu pa shpërblim. Andaj, do të edhe njerë t'i kthehemi çështjes që na duhet të shërbejmë Islamin sinqerisht, e atëherë kur na e shërbejmë Islamin sinqerisht, do të porosit dhe shërbimi jon e para që është shumë më rëndësi kanë me të regjistruar te regjistri i Allahu subhanahu wa taala, e dyta efekti dhe dobia prej saj kanë me qenë pranishme në dunjë dhe ato s'ka mundësi mi pengue askush. Andaj kriteret e njerëzve në vlerësimin e gjërave në mungesë të diturisë së vërtet janë të mangëta dhe janë të dobta dhe nisen nga aspektet materiale për të vlerësuar njerëzit dhe e anashkalojnë atë baziken, diturinë e vërtet, diturinë e dobishme, edhe në bazë të saj domethënë bëjnë gabime në vlerësimin e tyre. Dhe ta konstatojmë edhe një herë fjalin që e thash, ne muslimanët vlerësimin tonë e bëjmë nga ajo që e kemi në zemrat tona dhe ajo që e bëjmë në jetën tonë për veprave që i bëjmë, dhe në bazë saj ne vlerësojmë dikan është i devotshëm, është i ditshëm apo i devotshëm, dhe tjetër themi që nuk është i ditshëm apo i devotshëm për asaj që ka në zemër edhe asaj që e tregon si vepër në jetën e tij. Gjithashtu, ulemat e tefsirit kanë treguar se kjo dilemë, se pse ky të bëhet dikushi, është dilemë e cila është paraqit edhe tek mushrikët Kurejshit, edhe maharët, domethënë, në gjithë pejgamberët i kanë kundërshtuar një herë në këtë formë. Andaj e ulke dhikru alehi min bejnina bel huwa kadhabun ashir, si të zbret shpallja atij
nga mesi jon kur ai është gënjeshtar lakmiçar. Mushrikët Qurayshit than wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'anu ala rajulin min qaryatin adhim, sikur se të kishte zbrit ki Kur'an dikujt pe banorëve të vendbanimeve të mëdha. Atëra dikush që është i madh Mekë el Medina do ishte konë pranueshëm, ama Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i panjohur, s'ka ndonjë familje të madhe, s'ka ndonjë vlerë të madhe, do thotë është e pakuptimt. Gjithashtu tregon Allahu xhelal se ata kanë thonë kedhalika qala alladhina min qabli mithla qawlihim tashabat qulubuhum. Kështu kanë thonë edhe popujt e mëhershëm si këta, sepse zemrat i kanë ngjashme. Edhe kjo ulemat kanë argumentuar me këto ajete kuranore se logjika e kufrit në kundërshtimin e të vërtetës është e njëjtë. Dhe për këtë shkak themi na sot hoxhallarët, davetxhit, besimtarët musliman duhet me e elaboru Kur'anin dhe në bazë të studimeve që ja bëjnë Kur'anit me i përgatit përgjigjet që duhet t'ja japim kufrit dhe i tharve të kufrit. Dhe nëpërmes Kur'anit dhe përgjigjeve kuranore me të cilët pejgamberët e Allahut u kanë dhënë përgjigje paris idhujtare në kohrat e tyre, edhe na sot duhet t'japim përgjigje paris idhujtare në botë. Paris jo besimtare në botë. Edhe sa na ndihmon Kur'anin këtë aspekt, asgjë s'na ndihmon. Dhe për këtë shkak na vazhdimisht e potencojmë për çdo kënd, prej te hoxha më i madh deri te xhamati më i vogël, lexon e Kur'anin, shfleton e Kur'anin, studion e Kur'anin, jetoni me Kur'an, sepse askush dhe asgjë më mirë se Kur'ani s'u jep përgjigje të gjitha problemeve me të cilat ballafaqohet ummeti islam. Edhe jo rastisht këtë ajete përfundojmë me një porosi që ka të bënë me Kur'anin, pra do foli kur t'i vjen radha edhe kur t'i vjen rreni. Andaj vazhdon Allahu xhelal në lidhje me këtë temë, thot etawasau bih bel hum qaumun tagun. Do të sikurse me porosit brezi i kalum, brezin e sodit, e brezi i sodit, brezin e arshëm, duke ja trashëguar mënyrat e kundërshtimit të vërtetës. Edhe këtu është mirë mundal për me thonë një mësim shumë të rëndësishëm jetësor. Brezat e ri nuk kanë mundësi me i ditë të gjitha përgjigjet e dilemave të kohës së tyre. Brezi i ri nuk kanë mundësi me i ditë zgjidhjet e të gjitha problemeve të brezit të tij. Ata nëse duan që t'jen efikas edhe t'jen të shpejt në arritjen e qëllimeve të tyre në jetën e tyre, është shumë më rëndësi me përfitu nga përvoja e brezave të kalum. Andaj jo rastisht ne i kemi këto tregime kuranore, i kemi këto rrëfime kuranore që flasin për njerëzit më të mirë në njerëzimit. Pse kjo? Që Allahu dhu xhelal këto rrëfime kuranore, këto rrëfime të pejgamberëve ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu më të ditur, më të mëshëm, më të devotshëm kështu me radhë. Ja ka treguar atij. E pastaj domethënë nëpërmes tij na tregon edhe neve. E tash kjo është ajo mësimi. Nëse pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për këto rrëfime, edhe reflektonte prej tyre dhe përfitonte prej tyre, se ishin fjalë të Zotit, po kishin të bëjnë me tregime nga historia e njerëzimit, ne hoxhallarët e sodit, ne besimtarët e sodit, a thu vallë sa kemi nevojë për këto rrëfime dhe tregime. Edhe kjo është ajo që thua si konstatim të gjitha analizat edhe edukimet, edhe projektet e edukimit të brezave të ri, përfitimi nga përvojat e brezave të kalum. Është shumë më rëndësi. Andaj të na muslimanët e lani i rinis, kur të bëhet bashkë me përvojën e pleqshve, atër bën projekte dhe bën angazhime të sakta. Se rinia ka elanin e vetë, e ka gjallërin e vetë, e ka vullnetin e vetë, e ka entuziazmin e vetë, ama i mungon pjekuria, i mungon stabiliteti, i mungon largpamësia, i mungon qendresa, i mungon rezistenca. Një ri e nis një punë të madhe dhe të mirë,
dikush pak ja bën bajat e lën, i mungon rezistenca. Njëri e nis një punë të marrë dhe të mirë, dikush ja konteston e lën më njerëz, dhe ta mbron qëndrimin e vet. Njëri e nis një punë të marrë dhe të mirë, del diçka në angazhim qefi, dëfrimi e lën, sepse hala nuk është stabil në surinë e tij. Herë ka entuziazëm për punë të mira, po shpejt lodhet edhe mërzitet edhe i kthehet dëfrimit edhe qefit të tij. Andaj na themi, edhe kjo është porosi për rinin që është shumë më rëndësi me pas parasysh. Rinia, entuziazmin, vullnetin, elanin, energjin që e ka, duhet me kultivu. Edhe na si matë vjetër që jemi, duhet me i motivu dhe me i nxit, edhe me i përkrat që mos të fiket ai elan edhe ai vullnet edhe ai energji. Po prej tyre kërkohet që ata të mos mendojnë se janë të parët në këtë mejdan. Të mos mendojnë se ata din shka s'din kërkosh para tyre. Por të marrin përvojën e brezave të vjetër, se cilit njeri që ka kalu pak para teje, ulu, konsultoje, merre mendimin e tij, intereso për përvojën e tij, përfiton nga e kalumi e tij, edhe bën e bashkë energjinë që ki dhe përvojën që kanë, edhe kështu ti i shkurton hapat e zhvillimit tanë, në vend se të duan ty 5 vjet apo 10 vjet për të arrit një grad, ti e arrin për 2-3 vjet apo 5 vjet, atë që ndoshta të duhet 10-15 vjet e 20 vjet. Dhe për këtë shkak, na për shkollat tona zakonisht, mësues të arsimtar i kemi shumë më të vjetër se na. Për shkak të dijes më të madhe që kanë se na dhe përvojës më të madhe që kanë se na. Edhe kështu bartët dituria edhe edukimi, brez pas brezi, duke mos ja leju as një brez me mendu se pa ne zbohet kur gjo. Si të mos brezi i ri. Po as vjetrit me mendu se na edhe vetëm na mund të bëjmë, sepse edhe pleqt na unë tjetër kanë nevoj për elanin e të rive, energjin e të rive, efikasitetin e të rive, vullnetin e të rive, që me mujt do projekte ma delikate, ma të vështira me i që përpara me lejen dhe ndihmën e Allahu subhanahu wa taala. Andaj, shefe do thot, e para, kur tha Allahu dhu gjelal, kedhalike kale ledhine min kablim, mithla kaulim të shabet kulubum, kështu thanë edhe popujt para tyre, zemët i kanë gjashme, dhe tha, e te wasau bihi belhum kaumun tagun, a e këshillojnë njëri tjetrin ata, brezin tjetër, po, ashtu sikur se kufri i përdor të njëjtat metoda edhe i zhvillon ato në luftë kundër monoteizmit, ashtu edhe besimtarët monoteist duhet me përfitu nga përvojat e pejgamberëve dhe përvojat e besimtarëve të mëhershme që të japin kontributin në formën më të mirë në shërbimin e Islamit. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që japin ulemat e tefsirit në lidhje me këto ajete, kur lexojnë ajetin kuranor, wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum, jepi informata se ujin që kanë pranishëm aty në atë vendbanimin e Salihut e popullit Themud, është i ndarë me marrëveshje mes tyre. Ju kujtohet ndoshta në ajetet e sureve tjera që përmendëm, se kur Allahu dhu gjelal e nxori deven nga shkëmbi, e urdhënoi Salihun alayhis salam i thonë banorëve të vendbanimit të tij, popullit Themud, se një ditë nga ky ujë pin devja, e një ditë pin banorët e vendit. E ulemat kanë thonë, ky ajet kuranor është argument me të cilin lejohet organizimi i shfrytëzimit të ujrave të përbashkëta. Shive, organizimi i përdorjes së ujrave është mohabet i vonshëm. Mirë po, tregon Kurani fisnik se Allah i madhreshëm këto probleme, sidomos në atë vend ku në ato kohra ka mujt me qenë ujë edhe me mungesë. Po Allah e din mas mirti, si të qoftë, ujrat e përbashkëta duhet menaxhohen me efikasitet, në bazë në marrëveshjes kolektive që ndërtohet në atë vendbanim.
Edhe sot deri sot domethënë na kemi raste të njerëzve që për shkak monopoli që duan ta kenë karshi ujit, i cili është dhuratë e Zotit, janë gatshëm të vrasin njëri tjetrin. E moj mend si sot në vitet 90 kur bëheshin luftat në lindjen e mesme, të cilat lufta prej atëherë deri sot janë dalë hiç, thuheshte në ato kohra, në analizat gjeopolitike të asaj kohe, se nëse luftat e shekullit 20, fundit shekullit 20, janë lufta për sigurim të naftës, të burimeve energjetike, luftat në vijim, luftat e ardhshme, luftat e shekullit 21 kanë qenë luftra për ujë. Në atë kohë. Sepse do thot ka me pas problem me ujin, e tash kjo ngrohja globale dhe ndryshimi i kushteve klimatike fillon me problematizu punën e ujit. Nëse i kujtohet vjet par 3-4 viteve, kishte emisione dokumentare se shumë lumej dhe shumë liqene, do thot në botë ka ra niveli i ujrave shumë në mënyrë drastike, shumë më poshtë se ajo që ka qenë e pritshme ose e logjikshme. Dhe problemi i ujrave është një e vërtet fetare për cilën kanë folë argumentet fetare se në të ardhmen do të ketë ndryshime të kushteve jetësore. Atje ku sot ka pak ujë, në vitet në vijim të ardhshme, Allah e din, mas 5 vjetëve, 50 vjetëve, 500 vjetëve, një Allah e din kur, ka me pas me bollëk e në vendet ku ka ujë bollëk, një Allah e din ka me pas ujë. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la taqumu sa'a hatta ta'udu ardul arabi murujan wa anhara. Nuk ka ndodhur kiameti derisa tokat arabe nuk kthehen në lumej dhe në kopshte. Ato shkëtira që janë gjigante e madhështore, nuk është vetëm lindja e mesme dhe gjithë Sahara e Afrikës veriore, janë vende domethënë, po edhe në Indi edhe në Kinë ka toka të thata domosht shkëtirore. Po, sidomos për tokat arabe, sikur që ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do kthehen në kopshte dhe lumej. Që thotë ka me pas ndryshime klimatike. Andaj, pa marrë parasysh çfarë rrethana jetojnë njerëzit. Në rrethana ku ka shumë ujë apo kur ka pak ujë. Pse e them këtë? Se në rrethana kur ka pak ujë, organizimi dhe menaxhimi i ujit bëhet detyrë. Edhe njerëzit nëse nuk arrin që të menaxhojnë ujin, do të ketë vllavrasje për shkak ujit. Po edhe kur ka bollëk, do me pas menaxhim të ujit me marrëveshje. Andaj ulemat kanë thonë, dhe ky ajet kuranor është argument se lejohet el muhayat. Çka do të thonë muhayat? Do thot kur banorët e një vendit merren vesh kush sa ujë ka me përdor sipas nevojave që ka. Ama bëhet marrëveshja, edhe respektohet marrëveshja, dhe nëpërmes marrëveshjes pengohet monopoli mbi ujin apo keq përdorimi i ujit. Edhe këtë temë edhe sot e kësaj është aktuale edhe te na, megjithëse na në shkop këtu konkretisht elhamdulillah, Allahu na ka begatuar me ujë të bollshëm. E kemi burimin e vrellës së fshatit Rashë, e cila sjell ujë të bollshëm për këtë shkupin. Dhe janë dy bunare shoqëruese që në momente të thatësisë ato e plotësojnë nevojën me ujë në shkup. Mirë, po janë dy probleme bazë në lidhje me ujin e shkupit po flas, e tash kjo vlen edhe për vende të tjera. E para, mungesa e kujdesit nga institucionet përkatëse për të ruajtur, do thot, ujësjellsin nga harxhimi i ujit në pikat ku janë dëmtu ujësjellsi. Për shkak se ujësjellsi Shkup është i vjetër, edhe sipas informatave që japin vetë institucioni domethënë ujësjellsi i Shkupit, tregojnë se është instalimi i vjetër edhe në shumë vende ka humbje të ujit pa kontroll. E kjo me automatizëm i bën dëm, do thot, konsumatorëve të ujit. Kjo është përgjegjësi e institucioneve shtetërore ku përgjegjësit e kanë obligim me ndet gati kësaj përgjegjësie dhe shoqëria ka për obligim me luajtur rolin e kujdestarit dhe korrigjuesit të këtyre fenomeneve. Problemi i dytë jemi na konsumatorët. Do thotë si e konsumojmë dhe përdorim ujin.
Sa jemi vigjilent për vlerën dhe rëndësinë që ka uji. Sa jemi të vëmendshëm në mënyrën se si harxojmë ujin. Sa jemi ekonomik në shfrytëzimin e ujit. Është dhunti e madhe e pim ujin domethënë të mirë, të vlefshëm, të shëndetshëm, me shumë tipare pozitive që i ka, dhe fatkeqësisht shpeshherë e konsumojmë pa menaxhim adekuat. Do thotë e përdorim për çdo gjë që na duhet, mirë po pa qenë të vëmendshëm mos me tepru në harxhimin e ujit. Sheikh Albani rahmetullah alej shpeshherë e jep një porosi, e thoj ke besimtari kur të merr abdes, duhet jetë i vëmendshëm që të mos e çel çeshmën deri në fund edhe të merr abdes e të harxhon 10-15 litra ujë. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marr abdes me 1 grusht ujë dhe është la me 4 grushta ujë. Ka marr abdes me 1 grusht ujë dhe është la me 4 grushta ujë. Edhe kjo normalisht për shkak rrethonave të mungesës ujit në ato vende, mirë po kjo tregon gjithashtu me qenë ekonomist në harxhimin e ujit. Edhe thekë Sheikh Albani rahmetullah alej, thekë megjithse hadithi wala tusrif al-ma' walau kunta ala nahrin jarid, mos e tepro me harxhimin e ujit. Edhe nëse duke marrë abdes, edhe nëse je pranë një lumit, thekë edhe pse ky hadith është i dopt si hadith, manon kuptimin e ka saktë. Edhe nëse je rreth lumit, kur të marrësh abdes, mos e tepro me harxhimin e ujit, se ekonomizimi në shfrytëzimin e ujit është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash ti para mendoni, na kur shkojmë te shadrvoni i xhamis, edhe marrim abdes, bismillah, i lajm durt, edhe tu i la krah, tu i la fytyrën, ai shoku i mohabet, e lëm çeshmën çelë dhe bëjmë mohabet, tem, e katër se du me marr abdes. Nuk i ka hije besimtarit një pamje atje. Nale qeshmën, po në mohabet. Kur ta qelesh qeshmën, mos e qel deri në fund se s'ke nevojë, qele pak, le të rredhe ujë nga pak, edhe më mirë e lan trupin tan me abdes edhe e fërkon, sesa me rredh ujë shumë, edhe ai të bjerë në trup, edhe derdhet me të pris, ndoshta nuk mrinti me e fërku si duhet. A ju e dini se për rregullave të abdesit, përveç se lagjes së trupit me ujë, është edhe fërkimi i trupit gjatë marrjes së abdesit për rregullave të rëndësishme të abdesit. Andaj puna e ujit, shife, në atë kohë, në kohën e Salihut alayhis salam, në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe në kohën tonë, edhe në të gjitha kohrat, ka me qenë pikë e rëndësishme strategjike zhvillimore që vendet të cilat kanë shumë ujë duhet vendojnë plane organizimi për me e kursi ujin mos me harxhu pa nevojë, mos me harxhu me tepris pa kontroll. Edhe vendet që s'kan gjithsesi ata normalisht i bin mas së pune, por qëllimi është se shifni sa larg shkon Kurani për të zgjidhur problemet esenciale. Ne përmendëm pak më herët se thoshin studimet analitike, gjeopolitike, se luftat e ardhshme kanë me qenë për ujë dhe Hollywoodi ka prodhu disa filma që parashojnë botën me mungesë të ujit. Edhe se luftat e tyre të mëdha bën kush ka me pas domethënë qasje deri te uji i pishëm, i bollshëm e kështu me radhë. Andaj na si musliman jemi të urdhëruar që të jemi ekonomik në çdo gjë, kursejm harxhimin e tepruar në çdo gjë, ashtu edhe te uji kërkohet për ne që të jemi të vëmendshëm mos ta teprojmë harxhimin e ujit. Dikush ka mundësi me thonë hoç, por nëse se harxhoj unë, harxhon tjetri. Kështu që se harxhon tjetri, harxhoj unë. Kjo s'është konstatim, s'është replik me vend. Se na nuk japna llogari për të tjerët, na japna llogari për vete. Kjo është e para. E dyta, duke treguar na kujdesin ton për mos harxhimin me teprisë të ujit, na ofrojmë modelin. Edhe nëse gjithë na tregojmë të vëmendshëm në konsumimin e ujit, atëherë uji kemë pas për me bollok. Unë e maj mend shumë mirë, ishte vjet ose par vjet mos gabofsha kur verës u rritën temperaturat në perëndim në Evropë. Shumica e shteteve evropiane sollën vendime që mos me përdor ujin e pishëm për ujitjen e oboreve edhe kopshteve.
Vendim. Dënohet ai I cili e përdor ujin e peshën për të ujit oborin, për të ujit parqet. A na jemi dëshmitar shembull të në Shkup, megjithëse se kemi përfaqësues nga institucionet shtetënore që merren me mirëmbajtjen edhe ujitjen e parqeve dhe gjelbërimeve, që kemi na çeshma të cilat rrjedhin ditë e natë pa nal. Unë e di një shakt uji të shku në xhami pite shtëpia ime drejt te Isabeu, realisht 2 çeshme janë 2 vende, ku tash njëna është më shumë se 1 vjet rrjedh uji aty vazhdimisht, edhe thojnë ata turistit se ka një defekt që duhet një pjesë e ndrimit e cila mungon, edhe tash e më shumë se 1 vjet, 2 vjet rrjedh uji pa nal aty. Edhe di një shakt vogël që tash e sa 3-4 muaj karshi shkollës Kongresi I Manastirit, tash e 2-3 muaj rrjedh uji aty dhe nuk vjen kërkush me rregullu. Këto janë anomalit tona. E shumë qeshma në për parqet, dhe më thonë që duhet me ujit parqet, prishen edhe nuk rregullohen. Tash përgjegjësia nuk është individuale, është kolektive e gjithë, kompanisë, e punonjësve në kompani, po edhe neve si shoqëri për të alarmuar situatën dhe për t'treguar se këto janë gabime që na nuk duhet me I leju me ndodhë se fundit këtë na e pësojmë pastaj. Ju e dini gjithë se para 3 jave na kishim një ndërprerje të furnizimit me ujë, një pjesë e madhe e qytetit Shkupit, pravarësisht kishim ndërprerje më shumë se 6-17 orë apo 24 orë, edhe këtë na e kuptuam se sa vështirë është me jetu pa ujë. Pse? Sepse na jemi mësu me pas vazhdimisht ujë, po pa qenë mirënjohës dhe falendrues për atë ujë që kemi në sasi të bollshme. Edhe shifni se si Kurani tash që nga ajo kohë ka folë për këto tema që sot janë aktuale, konkrete, aktuale në vendin tonë, dhe se si muslimanët duhet me qenë të vëmendshëm, të organizuar, kënë marrëveshje se si do shfryzohet uji dhe si do e përdorin gjithë ujin në formë, domethënë, optimale, edhe në formë racionale. Gjithashtu, lidhe me këtë ajet është "Unabbium anna al-ma'a qismatun bainahum", ulemat kanë konstatuar domethënë se ujrat janë 2 lloje. E para janë burimet e natyrshme, edhe ujrat e shiut. Aty domethënë nuk ka drejt askush me pas monopol, ato duhet me qenë barabart aksesi deri to dhe menaxhimi me organizim dhe marrëveshje, dhe ujrat private, që domthon ti e çel bunarin, ti e bën akumulimin e ujit, ti investon domthon. Ulemat shifnë edhe këtu kanë thonë, edhe nëse është bunari jot, edhe nëse është depoja e jote, subhanallah, kjo është gjithashtu lartpamësia e Islamit, e cila domthon I jep zgjidhje këtyre problemeve. Thot, nuk I lejohet atij që e ka një bunar ose ka një depo të ujit ta privon tjetrin nga pirja e ujit për vetë ose baktin e tij, aty për aty. Për shembull, vjen dikush thasi e madhe ti ki ujë. Edhe vjen dikush me pi ujë. Ti s'ki drejt me nal. Ti ki drejt me nal me musha I ujë me marr me vete, me deponu. Ama s'ki drejt me nal ai marr me pi ujë aty. As ai as baktin që ka me vete. Pasi që uji është, ju e dini, prej shkaqeve kryesore të mbijetesës. Edhe në mungesë ujit njerëzit vdesin. Edhe andaj në këtë rast besimtari e ka detyrë dhe obligim mja mundsu ati me pi ujë, por normalisht ka drejt mos me leju atë me marrë ujë për të shtëpia. Sepse është pronë e tij personale, megjithëse është pronë e tij personale, s'ka drejt me ndal nga pirja e ujit aty për aty. Domethënë me gotë ose me shishe ose me çka pin ujë, edhe pse është pronë e dikujt tjetër, edhe këtë mesele e kanë përmend ulemat të tefsirit në elaborimin e këtyre ajeteve kuranore. Koha që kishim disponim na përfundoi. Për ajete tjera dhe mësime që na dalin për tyre, inshallah taala ndesën e ardhshëm, duke lutur Allahun të na jap të dobishme dhe vepra të mira, lutim Allahun e Madhëshëm të jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto rrëfime kuranore. Allahu i Madhëshëm na bashkoft në Xhennetul Firdaus me pejgambert e Allahut përgjithësi, në veçantë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.